Do të shkojmë në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë në Kanada me Laureta Vavla, e cila është kryetare bordit të ACDAS, Alternativa Shqiptare Kanadeze për Zhvillim, dhe një nga organizatorët e festivalit të librit në Toronto këtë fundjavë, që është vlerësuar si ngjarja kuqezi. Laureta, të përshëndes, të falenderoj për kohën, se kemi të diferencën e madhe të orëve. Përshëndetje, Pandi, kënaqësi, faleminderit për ftesën. Më thuaj së pari, më thuaj së pari, si vjen ky edicioni i dytë i festivalit të librit në Toronto? Jemi të gjithë entuziast dhe jashtëzakonisht të kënaqur që kemi mundësinë të organizojmë për herë të dytë në Toronto festivalin e librit. Festivali i parë tregoi që kishte një interes të jashtëzakonshëm nga pjesëmarrësit, nga Komiteti Shqiptar në Toronto dhe Ontario, do thoja. Pasi u ndoq shumë shpejt nga një edicion i dytë në Montreal, në provincën e Quebecut, dhe sërish jemi këtu për të organizuar këtë edicion të dytë në Toronto, pasi interesi është mjaft i madh nga i gjithë komuniteti. Regjia në këto momente po na shoqëron me pamjet e edicionit të një viti më parë, në fakt, që është kortezi dhe duhet ta them me televizionit shqiptar, pasyra shqiptare dhe kolegu ton Ilir Lena, që na ka ndihmuar për të sjell këto pamje, sepse besoj formati do të jetë ai para një viti apo ka ndryshime në këtë edicion? Formati është i ngjashëm me edicionin e parë. Këtë vit vendodhja do të jetë ndryshe. Këtë vit do të organizohet pranë Kolegjit Humber College North Campus, në kampusin verior në Etobicoke në Toronto, dhe do të jetë një ambient më i madh, më i hapur, do të ketë më shumë hapësira. Por ideja është sërish e njëjtë. Do të kemi panele, do të kemi të ftuar deri, do të kemi të ftuar nga Shqipëria, por dhe nga Kanadaja, dhe gjithashtu do të ketë mundësi që autorët të takohen me lexuesin dhe të bashkëbisedojnë. Më zbuloj disa prej emrave që edhe unë i kam marrë vesh në fakt, por edhe për audiencën ata që na ndjekin, që do të jenë shkrimtar, poet, gazetar nga Shqipëria, Amerika, por edhe nga komuniteti shqiptar në Kanada. Atëherë do të kemi të ftuar deri zonjën Rita Petro, e cila është poete laureate. Ajo do të ketë një rrëfim mbi të jetosh pa frikë, letërsia si akt liria. Një të ftuar tjetër deri do të kemi zotin Ardian Vebiu, i cili do të flasë mbi rrëfimin të rrëfesh dhe të rrëfehesh. Do të kemi një panel historik nga Ermal Nuria mbi burimet arkivore osmane dhe historia demografike e Shqipërisë, do të jetë mjaft interesante. Gjithashtu do të kemi Dr. Pashko Camaj. Dr. Camaj do të flasë mbi letërsinë e mërgimit, mes lirisë, fajit dhe pajtimit, dhe moderatore të këtij sesioni do të kemi gazetarin e menjor zonjën Beti Njuma, e cila vjen nga Shqipëria për të na u bashkuar këtë fundjavë. Do të kemi këtë vit do të kemi gjithashtu dhe një panel nga një shkrimtare kanadeze, nga zonja Suzanne Lebeau, e cila është shkrimtare për fëmijë, dhe do t'i drejtohet të rinjve tanë në auditor, në audiencë. Ajo do të flasë për të shkruarit, për audiencat e reja, çfarë u tregojnë fëmijëve dhe si u tregojmë atyre. Gjithashtu do të kemi një prezantim dhe nga një antar i bordit, nga avokati dhe doktori Klodian Rado, i cili do të flasë mbi dialogun gjyqësor global dhe gjykatën supreme. Pra kemi një sër temash që do të hasim. Ndër të tjera do të kemi dhe një aktivitet, një pasdite poetike nga një grupim shumë i këndshëm shqiptar në Toronto, nga Marley's Got Talent, të cilët janë një grup fëmijësh shqiptar, adoleshentë gjithashtu, të cilët do të performojnë për ne. Dhe do të kemi poezi të lexuara nga Jamie Aga, një aktor i mirënjohur në Kanada, dhe Ana Golja, gjithashtu një aktore shumë e rrirë dhe me vlerë, dhe të dy na bashkohen dhe do të krijojnë një ambient mjaft këndshëm për ne. Unë duhet ta theksoj, por ndoshta ti më ndihmon më shumë me detajet. Librat në gjuhën shqipe këtë herë në këtë edicion të këtij viti në Toronto vinë ndryshe, apo jo, nëse ju keni pasur shumë vështirësi në edicionet e mëparshme, është edhe për faktin që një librari e parë e librave shqip në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka bashkëpunimin me ju, apo jo?
Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Këtë vit do të jetë pak më e lehtë për gjithë ne besoj, e para sepse kemi përvojë, por e dyta siç e përmendë, kemi goxha bashkëpunëtor që na janë ofruar. Një nga këto është pija botuese Onufri, e cila bashkëpunoi me ne dhe në edicionin e parë, por këtë vit do të kemi edhe Alb Libris, që është një iniciativë e krijuar sërish nga botuesi Bujar Hudri, ishte pjesë botuese Onufri, dhe është pikërisht Alb Libris që realizoi panairin e parë të librit në New York. Dhe këtë herë ne do të jemi së bashku, New York dhe Toronto, do të bashkohem për të sjell festivalin e librit këtu. Gjithashtu do doja të përmendja edhe shtëpitë e tjera botuese që na janë bashkuar, siç janë Dita SHPK, Bukinist, Albas, dhe do thoja janë mbi 119 botues që janë nga gjitha hapësira shqiptare, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut, Malizi. Maqedoni e Veriut, diaspor, absolutisht po. Nga gjithë diaspora, do të kemi mbi 760 autor shqiptar dhe të huaj, dhe do të kemi mbi 800 tituj librash, ka një shumëllëshmëri titujsh, librash, autorësh, dhe jam e sigurt që çdo kush nga diaspora që do të gjendet në Toronto këtë fundjavë do të gjejë veten dhe me shumë mundësi do të gjejë librin që ka kërkuar. Besoj që interesi i komunitetit shqiptar është i madh për këtë, që se ne kur bisedoni bashkë gjatë ditëve për këtë intervistë të sotme, është panairi i librit apo është festival? Pra është diçka më shumë se një panair libri, është festival se ka shumë organizime brenda dhe ka interes, ka përshtypjen të madh. Jemi të sigurt që ka interes, këtë do ta tregojmë në fundjavë realisht, por nga ç'pam në edicionin e parë, atmosfera, energjia, pjesëmarrja ka qenë në nivele të jashtëzakonshme. Komiteti shqiptar në Ontario ka qenë një mbështetës i jashtëzakonshëm i festivalit, i edicionit të parë, dhe pa mbaruar edicioni i parë ne kemi pasur kërkesa për ta risjell çdo vit mundësisht në Toronto, ndaj urojmë dhe shpresojmë që do të ketë një pjesëmarrje të gjerë dhe ftojmë të gjithë shqiptarët dhe jo vetëm të vinë, të sjellin fëmijët, niprit dhe mbesat, të sjellin gjithashtu dhe miqtë e tyre kanadez që të njihen me autorët tanë shqiptar. ACDA, organizata tek e cila unë aderoj, është një organizatë e cila fokusohet në krijimin e urave të bashkëpunimit, e urave lidhëse mes Shqipërisë dhe Kanadas, ndaj do donim veçanërisht të kishim një pjesëmarrje të gjerë të gjithë banorëve shqiptar në Toronto, por edhe jo vetëm. Do donim kishim pjesëmarrje edhe të kanadezëve, të cilët do të kenë një mundësi të mirë për të njohur me letërsinë shqipe, me librat shqip, me autorët shqip, të cilat do thoja është një letërsi mjaft e pasur. Në festivalin e parë ne kemi patur një pjesëmarrje të jashtëzakonshme dhe janë shitur mbi 2000 libra brenda një dite e gjysmë dhe e njëjta gjë ka ndodhur edhe në Montreal. Pra është një përqafim i jashtëzakonshëm nga komuniteti shqiptar këtu. Lauret, me parafërsi se ndoshta numri sakt nuk dihet, sa është numri i komunitetit shqiptar në Kanada? Megjithëse unë e di që në vijim do të ketë edhe një iniciativë konkrete për regjistrimin e saktë të tyre. Po, kjo është një pyetje me mjaft interes. Akoma nuk kemi një numër të saktë, shifrat janë 30.000, 40.000, por është e sigurt që numrat janë arritur, veçanërisht 10 vjeçarin e fundit, gjithnjë më shumë shqiptar janë zhvendosur në Toronto për arsye studimi, për arsye punësimi, kështu që sensusi kanadez, regjistrimi i banorëve në Kanada është duke u zhvilluar këto ditë, këto javë, dhe ka një thirrje në fakt nga komuniteti ynë në Kanada, komuniteti i shqiptarëve në Kanada, që të gjithë njerëzit të cilët jetojnë tashmë në Kanada të shfrytëzojnë regjistrimin kanadez për të regjistruar në mënyrë që dhe ne të kemi informacione më të sakta. Këtu për shembull do të përmendja ACPAC, i cili është një organizim i ri politik i cili synon të jetë një zë më tepër në politikën kanadeze, duke bashkëpunuar me gjitha partitë politike në Kanada. Ky organizëm është duke mëshuar faktit që është mjaft e rëndësishme që ne të regjistrohemi, dhe është mjaft e rëndësishme që të kemi një numër të saktë të banorëve dhe të shqiptarëve në Kanada, në provincat e ndryshme. Pra, ndoshta unë se kuptova gabim, paralelisht me regjistrimin si shtetas kanadeze, ata mund deklarojnë edhe shtetësinë tjetër, pra shqiptaren që mund të kuptohet se sa është numri i saktë. Patjetër, po. Dhe ACDA, Alternativa Shqiptare Kanadeze për Zhvillim, ngjarjen kryesore këtë
festën kuqezie ka me këtë festival të librit, por ju keni shumë aktivitetet të tjera që mbani lidhjen me Shqipërinë apo jo gjatë 365 ditëve të vitit. Është shumë e vërtet. ACDA ka organizuar aktivitete nga më të ndryshmet. Kemi pasur prezantime librash, tituj librash të ndryshëm dhe autorësh të ndryshëm të cilët kanë marrë pjesë dhe na kanë vizituar, dhe pjesëmarrja e komunitetit ka qenë mjaft e gjerë. Kemi patur shfaqje të dokumentarëve historik apo edhe të filmave të ndryshëm shqiptar të cilët kanë gjallur interes në komunitet. Kemi pasur organizime online, por edhe fizikisht mbi tema dhe çështje të ndryshme të cilat janë në interes të komunitetit shqiptar. Unë jam e bindur dhe e shohim çdo ditë që Komiteti Shqiptar është duke u rritur dhe është duke sjell një zë të ri në kulturën kanadeze dhe në shtetin kanadez. Organizimet janë dhe vazhdojnë. Unë do të shtoja këtu dhe një organizim të fundit në maj, do të ketë një organizim nga konsulata e Kosovës dhe nga ambasada kosovare në Shqipëri, por edhe nga ambasada shqiptare, Fest në Shesh, e cila do të sjellë për herë të parë të gjithë shqiptarët në Toronto. Do të jetë një ditë kushtuar kulturës dhe komunitetit shqiptar në Toronto, dhe unë uroj të shohim shumë shqiptarë aty. Ku nuk do të mungoj edhe kulinaria edhe kuzhina jonë tradicionale, kam përshtypjen apo jo? Patjetër, po, do të ketë kulinari shqiptare, këngë, muzikë, valle. Do të jetë një moment mjaft i këndshëm. Organizimet të tilla ka jashtëzakonisht shumë nga mjaft organizma të ndryshëm në Kanada, ka shoqata nga më të ndryshme të cilat ofrojnë mundësi komunitetit për të ardhur bashkë. Do mendoj që kjo është mjaft e rëndësishme, kjo është mjaft e shëndetshme, dhe është një mënyrë shumë e mirë për t'i mbajtur gjallë kulturën, për të mbajtur gjallë historinë, për të mbajtur gjallë kujtesën tonë dhe lidhjet me rrënjët, lidhjet me mëdheun. Është mjaft e rëndësishme. Festivali i organizuar nga ACDA do të bëjë pikërisht këtë, është një tjetër event mjaft i rëndësishëm që bën pikërisht të mundshëm lidhjen mes komiteteve dhe lidhjen e brezave këtu me Shqipërinë. Laurita Vavla, unë të falenderoj për kohën, për bisedën që ndam. Unë u kënaqa shumë dhe më bëhet shumë qefi për këtë organizim që ju keni në komunitetin shqiptar në Kanada. Ju uroj suksese të shtunë dhe të diel me festivalin, edhe pse jo, ndoshta me protagonist të këtij festivali, përshtypjet mund t'i marrim të ënë në një lidhje tjetër. Patjetër, me shumë kënaqësi. Faleminderit ju për ftesën dhe ju uroj gjithë mirën. Të falenderoj shumë.